Gjekur dhe Bargalas. Gjekur dhe Flavia. Sot do të flasim për atë çka e ndryshon humorin tonë të përditshme dhe i cili është instrumenti më i rëndësishëm i një njeriu që është mendja. Ajo konsiderohet shpesh si dhe një armik dhe një mik i personit. Bargalas, të lutem, a është mendja një armik apo një mjet? Çfarë do të themi për këtë? Mendja është një instrument shumë i fuqishëm, të ndoshta ndonjëherë është e neglizhuar për natyrën e saj që ka dhe rëndësinë që ka për drejtuar jetën tonë dhe për përmirësuar jetën tonë. Po themi nëse shohim jetën tonë apo jetën e gjithë secilit, është produkt, do thoja, i mënyrës se si ne e trajtojmë mendjen dhe mënyra se si ne punojmë me mendjen. Para 2-3 episodesh përmenda që Gurgjia gjithmonë thotë që jeta juaj është produkt i asaj çfarë ju e ushqeni mendjen tuaj. Dhe ne po themi shumë thjesht, ne qëndrojmë me njerëz të ndryshëm, ulemi në tavolina dhe shohim që bën biseda të ndryshme dhe shohim tendencën që çdo bisedë ka. Dhe kjo absolutisht pasqyron mënyrën se si ne mendojmë, mënyrën se si ne i shohim gjërat, mënyrën se si kujdesemi për mendjen tonë. Dhe është pikërisht ajo çfarë the ti, që nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm, mendja mund të na kthehet edhe armiku jon, po mund të bëhet edhe miku jon. Dhe kjo gjendet një ndër shkrimet më të rëndësishme të hinduizmit, që quhet Bhagavad Gita, ku Krishna thotë: por atë që e ka kontrolluar mendjen, mendja është miku i tij. Po por atë që nuk e ka kontrolluar mendjen e tij, atëherë është armiku i tij. Dhe prandaj ne shohim sërish në jetën tonë përditshme njerëz që kanë vështirësi me jetën e tyre apo probleme të ndryshme, nënkupton që mendja është e pakontrolluar. Pra nuk kemi forcë mbi mendjen tonë dhe mendja atëherë është si një instrument që lviz nga do të gjejë liri. Por mendja ka nevojë të kontrollohet. Po themi është një lloj si një kafshë e egur, nëse nuk gjen formën për ta kontrolluar, ajo mund të shkatërrojë dhe madje edhe mund të vrasi. Por duhet gjesh mënyrën se si ta zbutësh dhe ta kthesh në favorin tënd. Dhe është vërtet, sidomos në rrugën shpirtërore, shohim Flavia që e gjithë rruga shpirtërore është nëpërmjet mendjes. Pra të ndryshojmë fokusin e mendjes. Pra ne jemi zot të jetës tonë dhe gjitha kjo vjen se si punojmë me mendjen tonë. Pra ku e fokusojmë mendjen tonë? A fokusojmë të gjërat e jashtme apo e fokusojmë të gjërat që janë të përhershme? Dhe gjitha kjo, po themi, rruga shpirtërore me jetën e jashtme është sepse ndryshon fokusi i mendjes. Në vend që vrapojmë pas gjërave të jashtme, fillojmë e vrapojmë pas asaj çfarë është brenda nesh dhe që ka vlerë, e cila përmirëson jetën tonë. Bargalas, po kush është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe praktike e cila nuk të mundon dhe ai shumë për ta orientuar mendjen ose për ta fokusuar drejt asaj pozitives edhe ndjesive të mira? E gjitha është kur ne fillojmë edhe e vëzhgojmë, pra ne bëhemi të vetëdijshëm ngadalë për këtë instrument brenda nesh, që shumë raste mund të ngeli nën hije. Pra ne e dim, po themi, në veten tonë kemi shumë cilësi apo shumë gjëra ndodhin brenda nesh, por nuk do të thotë që shumë raste ne, po themi, nuk jemi të vetëdijshëm. Pra kur ne fillojmë edhe thjesht e shohim jetën tonë, po themi si po jetojmë jetën tonë. Po marr një shembull. Po themi dalim në mëngjes dhe shkojmë tek puna. Marrim makinën, ti më duket se shkon me biçikletë, po themi marrim makinën. Pra marrim makinën dhe dalim me një mëngjes për të vajtë te puna. Dhe ne kemi një orar planifikuar, në orën 8 duhemi te puna, por ndoshta dalim pak vonë nga shtëpia. Dhe gjejmë moment që dalim jashtë, gjejmë trafik. Dhe tani çfarë na vjen së pari? Tendenca është të ankohemi për trafikun, sepse ne kemi një objektiv, duam të shkojmë në orën 8 në punë. Pra të kemi problem me shoferët, kemi problem me rrugët, kemi problem me pengesat që na dalin, apo thjesht
bëjmë pjesën tonë, qëndrojmë qetë, fokusohemi aty ku dhe gjithçka e lejmë ashtu siç shkojë, pra mundohemi që të bëhemi ndihmë për atë kaos që po ndodh mëngjes, apo përkujtësojmë. Pra e gjitha nis nga mendja, mendimet e para si na vijnë, tankohemi, ky e ka gabim, ky e ka mirë, apo thjesht rrim të qetë, e vëzhgojmë dhe duke qenë të qetë edhe ndihmojmë edhe tjerët për rreth. Pra nuk futemi në mënyrën e gabuar, ku diun se çfarë. Pra ku ne vëzhgojmë këtë gjë, që në fakt ne mund të japim një kontribut, jo vetëm për veten tonë, por mund të ndihmojmë edhe po them njerëzit për rreth ose komunitetin në cilin jemi, atëherë lind nevoja për ta kontrolluar mendjen. Vin ka nga mënyra se si funksionon mendja. Po atëherë mendjen unë mund ta kontrolloj, ose mund të lej mendjen pra sërish të më kontrolloje. Pra ku ne fillojmë edhe bëhemi të vetëdijshëm për këtë, atëherë fillojmë edhe njohim natyrën e saj, si mendojmë, si analizojmë, cila është tendenca e saj. Po themi për ta shohësh një ndër cilësitë e mendjes është të krahasoje. Pra kjo është e mirë, kjo është e gabuar, kjo është. Dhe në fakt, kur fillojmë të analizojmë me kujdes, kuptojmë që paktën së jashtme, gjithçka është ashtu siç duhet jetë. Pra ne zgjedhim vetëm se si ta organizojmë atë. Dhe pastaj tamam jeta jonë fillon e përmirësohet kur fillojmë edhe e organizojmë mendjen tonë. Pra për spari duhet bëhemi të vetëdijshëm se si ajo funksionon dhe si ushqehet. Cili është ushqimi i saj. Përpara disa ditësh barakados isha duke lexuar një nga librat e Guruxhis dhe një prej këshillave që ai i jepte për njerëzit në të përditshme, shumë thjesht, jo për njerëzit që kanë teknika meditimi dhe tjera të mëra, ishte që çdo ditë duhet të ulesh dhe vetëm 10 minuta të dedikoje pikërisht sjelljes së ditës, analizës të gjitha veprimeve të mira dhe të këqija që ti kishe bërë, dhe të vëzhgoje mendjen tënde së jashtmi, vetëm duke e bërë këtë gjë në errësirën e qetësimeve të tënde, ke mundësi të kuptosh shumë. Mos të flasim pastaj për mënyra dhe dedikime reale që mund të bëhen për pikërisht për ta orientuar mendjen drejt pozitives edhe përmirësimit të vetvetes edhe të gjitha këto. Kjo është e vërtetë, pra eksaktësisht çfarë the. Mënyrë që të ndryshosh diçka, duhet ta njohësh natyrën e saj. Pra dhe kjo eksaktësisht çfarë ti po thua, po ndan është që kur gjejmë kohën për të ulur, e njohim natyrën e saj, njohim se si funksionon, dhe atëherë eksaktësisht e dim se si mund ta ndryshojmë. Pra kjo është radha e që si ta transformojmë. Nuk e di nëse të ndodh ty Bargadas ose tashmë mbase ke punuar më shumë se sa unë, po shpesh kur e lë mendjen e lirë, ndjej që ajo krijon shumë frikë. Pse nga se vjen kjo? Pse krijon këtë ndjesinë e frikës mendja? Siç e përmenda, mendja është një instrument shumë i fortë, por që ka nevojë ose të drejtohet ose ajo do drejtoje. Po themi, nëse unë i jap një thikë dikujt, thikën që unë i jap ai person, dhe thjesht ja jap, nuk i them se si ta përdori. Dhe mund ta përdori atë thikën për shumë funksione, për dëmtuar njerëz apo për të prerë fruta apo diun se çfarë. Pra njëjta thikë bën funksione të ndryshme. Dhe lidhur me atë çfarë theti, e shohim që shumë raste shohim shenja frike e gjithçka tjetër. Pra është produkt i asaj ku mendja është fokusuar. Dhe kemi folur për gjatë episodeve. Nëse mendja fokusohet te gjërat e limituara, atëherë ka frikë. Çfarë do të thotë? Pra nëse ne investojmë shumë, po themi tek puna jona, gjithmonë do jetë frika, a do ta arri atë punë, a do arri që të ngrihem në nivelin e duhur, në performancën e duhur në atë punë, pra gjithkohë jetë duke punuar, po janë shumë faktorë që ndoshta edhe jo gjithmonë ja arrim, dhe gjithmonë është frika, jam duke investuar në këtë punë, por sikur ta humbas të punë. Po themi mbaj mend, kam punuar për 7 vite në shkollë, si mësues edukimit fizik, edhe shifja tek kolegët, unë isha djalë i ri dhe ishte më lehtë për mua,
po e shifja te kolegët që puna e tyre ishte aq e rëndësishme për të mbajtur familjen e tyre. Dhe duke qenë që numri i nxënësve po binte, gjithmonë ishte frika, po nesër kur ta humb punën. Pra është ajo që kemi diskutuar vazhdimisht, kur mendjen e fokuson te gjërat e limituara, gjithmonë ka frikë. Prandaj në spiritualitet, frika bie dhe liria rritet, sepse nga dal fillon edhe zhvendos mendjen në atë që është e palimituar, pra në hynoren brenda nesh, apo në atë që është jo e përkohshme. Pra gjitha ku ka frikë, do të thotë që mendja, ky instrument, është mbështetur në diçka të limituar, që ka një kohë të caktuar, dhe prandaj frika ndodh. Po a mund të jemi ne në spiritualitet edhe duke pasur këto mendimet negative Bargadas? Sigurisht, mendja është vetëm nëse nuk jemi të sinqert. Sigurisht, mendja, e gjithë jeta, e gjithë rruga shpirtërore është për të transformuar mendjen. Në mendjen tonë vijnë mendime nga më të ndryshme, sepse është produkt i gjithë të shkuarës, informacionit që ne kemi vendosur nga e shkuara. Dhe ato herë mbas here vinë në mendjen tonë. Por detyra jone është, pra ne nuk e kontrollojmë se çfarë do vijë në mendjen tonë. Pra çfarë mendimi do vijë, është pa kontrollueshme. Por ne vendosim se çfarë të bëjmë me këtë mendim. Po themi, nëse mua më vjen një mendim dhe kam një kritik ndaj teje, mendimi i parë, Flavia sot ka veshur një bluzë jo të mirë. Unë ndjej mendim, nuk e kontrolloj dot. Por ama mundet atë mendim të them, jo, ajo bluzë që Flavia ka veshur është ajo bluzë që Flavia në bën të ndihet mirë. Dhe për aq kohë sa Flavia ndihet mirë me bluzën që ka, atëherë për mua gjithçka është okay. Pra ne vendosim se ku ta vendosim dhe si të veprojmë me atë mendim që vjen. Pra dhe në rrugën shpirtërore, sigurisht që vijnë mendime të vazhdueshme, nga më negativet, por përgjithsisht me procesin mendja fillon të transformohet dhe pastaj forcohesh në atë në vendimin se ku ta drejtosh atë. Pra ke një objektiv dhe kjo është shumë e rëndësishme, ku ta vendosish dhe prandaj praktikat, jo praktikat e frymëmarrjes, jo praktikat duke përsëritur mantrat, pra gjitha praktikat që janë në spiritualitet, sepse din se ku ta vendosish mendjen në mënyrë që ta transformosh mendimet negative. Unë nuk e di nëse ka ndjesim më të bukur pikërisht se sa kur ti je në gjendje që ta kontrollosh pikërisht ato mendimin që të vjen. Kam nevojë pak për ndihmën tënde Bargadas këtu. Si mundemi të dallojmë, ose edhe unë se e thash të më që kam nevojë për ndihmë në të drejtim. Si mundem të dallojmë një mendim që vjen nga ego dhe një mendim që vjen nga shpirti, që është real? E kemi rastisur shumë raste në jetën tonë, kur vjen diçka, na duhet të marrim një vendim ose ku diën se çfarë. Dhe na vjen një ndjesi e parë. Dhe pastaj vijnë shumë mendime, do të bëj këtë, do të bëj atë, dhe okay, bëjmë diçka, marrim një vendim. Dhe ndoshta kuptojmë, ky vendim ishte gabuar. Dhe me njëherë kupton, pse e bëra këtë? E kisha ndjesinë e parë, sikur e dija, këtë e kemi dëgjuar shumë herë dhe përdojmë. E dija dhe sërish zgjodha të gabuar. Që do të thotë, mendimet që vinë nga egoja dhe janë të limituara, nuk ka besim në ato mendime, ose janë të lëkundshme. Kurse një mendim që vjen nga shpirti apo nga natyra jonë e brendshme është i qëndrueshëm, ti e din, domethënë nuk dyshon tek ai. Dhe ndoshta në këtë formë po e them, nuk ka dyshim në atë që vjen nga brendësia jote. Dhe du them vetëm diçka, se më kujtove diçka me këtë. Ne shohim Flavia, qoftë në botën shpirtërore, qoftë në jetën tonë të përditshme, një ndër gjërat që jemi shumë konfuzë është cilat janë gjërat e duara. Janë aq shumë gjëra sot. Duhet të bëj këtë apo duhet të bëj atë? Duhet të bëj këtë apo atë? Gjithkohën është kjo. Cila është e duara? Kjo apo jo? Dhe jemi konfuz që na shoqëron gjithë jetën. Dhe çdo ditë jetës tonë. Edhe gjithashtu në rrugën shpirtërore, ka aq shumë gjëra. A të bëj këtë apo të bëj atë? Çfarë është e rëndësishme? Dhe mbaj mend, jo shumë kohë, ndoshta 2 muaj më përpara, eksaktësisht e pyes Gurxhin për këtë, për të kuptuar çfarë ndodh dhe si të marrësh vendime të duhura dhe si të japësh fokus gjërave të duhura.
Dhe i them eksaktësisht si ta kuptojmë të kur kemi shumë dyshime të bëj këtë apo atë, edhe po më gjonte, edhe pastaj më thot, dëgjon. Gjithçka që je duke më thënë vjen nga mendja. Pra ti e konsideron të rëndësishme, pra gjithçka kjo dhe janë të gjitha të rëndësishme. Por çfarë është e rëndësishme për individin dhe për ty në këtë rast është duhet të gjosh zërin e brendshëm, që ne i themi zëri intuitës. Dhe prandaj që gjosh zërin e intuitës, duhet shkosh së brendshmi dhe të mësosh ta dëgjosh. Dhe kjo sërish që mësosh ta dëgjosh, duhet që mendja të relaksohet. Pra dhe atëherë kur ti e dëgjon atë, ajo është e vërteta jote, ajo çfarë duhet bësh, dhe kjo nuk është okay, e bën një herë në ditë, duhet jetosh çdo ditë të jetës tënde, çdo moment të jetës tënde me këtë, pra duke u lidhur me të bërshën tënde. Sepse ne çfarë bëjmë? Ne dëgjojmë njerëzit, ne dëgjojmë mendimet nga më të ndryshme, gjithashtu mbështetur në eksperiencat që kemi pasur të shkuarën, por ajo çfarë kur flasim po themi për tashmen, duhet gjejmë se çfarë është eksakte e dur për tashmen, dhe kjo vjen sërish ajo çfarë ti përmende, duke u vendosur tek zëri i brendshëm, tek zëri që vjen pra nga shpirti, dhe aty nuk ka dyshim. Pra mund të jetë një lloj si podcasti. Nëse dalim ne e pyesim njerëzit, Flavia, ata bëjmë këtë podcast, ti je e bindur që ndoshta nuk do kishim bërë këtë podcast. Por ti e ndjen, du ta bëj, është diçka që duhet vjen nga unë, është e gabuar, është e drejtë, koha do t'rregoje, por është diçka që vjen nga ty. Dhe gjithë shkencëtarët e mëdhej kanë arritur gjithë ato zbulime, sepse janë fokusuar në atë që vërtet e kanë ndjerë, ndoshta edhe pse gjithë tjerët mund të kenë qenë kundra. Pra ajo që vjen nga thellësia e jo nuk ka dyshim, ndërsa gjithçka tjetër që vjen nga mendja dyshon, a është kjo apo ndoshta s'është e tillë. Ke shumë të drejtë, pagadese dhe në një ditë të ngarkuar si kjo që kemi pasur sot, duhet të të falenderoj që më solle, si të thuash, të gjithë këto mendimet mbrapsht, dhe më rikujtove se çfarë duhet të bëj sot pasi të mbarojmë podcastin. Unë shikoj Bargadas që jo vetëm shikoj, po edhe ndaj në mendime me shoqërinë time që kur dikujt i thua që duhet ta bësh këtë, duhet ta bësh këtë, dhe ai është dakord për ta bërë atë gjë. Befas, domethënë, ndodh që kjo mendja jote, instrumenti çohet sipër edhe të rebelohet. Dhe të nxjerrë, si të thuash, nga shinat, dhe të hedh poshtë edhe gjithë punën që ti ke bërë. A ka një mënyrë se si mund ta stërvisim në mendjen pa e shtypur atë dhe pa ja vënë këtë presionin e madh përsipër për mos a lejuar të rebelohet në këtë formë? Sigurisht që po, dhe prandaj rruga shpirtërore është eksaktësisht në mënyra më mirë se si mendja të organizohet. Sepse nëse shohim, po themi unë të them veten time, ku e shoh mënyrën se si kam jetuar më përpara, pastaj mënyrën kur kam filluar rrugën shpirtërore, tani shef që mendja ka nevojë të organizohet. Pra, cilësia e jetës tënde është eksaktësisht se si mendja funksionon dhe sa organizuar është mendja. Mendja prandaj e përmenda është një instrument shumë i fuqishëm dhe ndahet në katër pjesë për funksionet që ka. Është pjesa e saj ku ne marrim informacion nga bota jashtme nëpërmjet shikimit, dëgjimit dhe shqisave tjera. Është memoria që ne kemi krijuar nga e shkuar dhe çdo eksperiencë. Është aftësia diskriminuese apo intelekti ku bën dallueshmërinë çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar. Dhe është egoja që është orientuar drejt identifikimit me veten, pra unë e imja, pra posedimi. Dhe që mendja, ajo eksaktësisht çfarë ti përmendet, të përmirësohet mënyra se si ne e përdorim atë për përmirësuar jetën tonë, duhet intelekti të ndryshojë. Pra që do të thotë është gjithë ajo pjesë ku ne mbështetemi. Dhe kjo prandaj vjen vetëm nëpërmjet dijes. Dhe prandaj sa më shumë të dijmë, aq më të organizuar dhe aq më të qetë jemi. Po themi, nëse ti shkon tek puna, të shkon në punë nesër, dhe ke një projekt të caktuar, dhe
nëse ti jep kohë vetes tënde ditë përpara që të organizohesh dhe ta njohësh gjithçka, ku të shkosh të bashkëpunosh me kolegët e tu nesër te puna, pra je para përgatitur, je më qetë. Nëse nuk i ke dhënë kohë vetes që tulet, studioje, të shohë gjithë planin se si gjërat do ndërtohen, atëherë je thjesht të përhumbur. Pra gjithë secili nga ne. Dhe çfarë përmirësoi cilësinë është informacioni, pra dia. Dhe prandaj në rrugën shpirtërore, pse cilësia jonë e jetës ndryshon, sepse ne fillojmë edhe ushqejmë mendjen me dijen e duhur. Pra dhe nga dal fillojmë edhe njohim çfarë është e duhur, çfarë është jo e duhur. Nëse bëj këtë veprim, cilat do të jenë pasojat e këtij veprimi, po nëse bëj këtë veprim tjetër, cilat do jenë pasojat. Po themi, nëse ne sërish vrapojmë pas botës së jashtme, duke pretenduar se ajo do na plotësoje, atëherë ti e kupton që, ajo është e limituar dhe si do arrihet të më plotësoje. Pra çfarë do bësh? Do gjesh formën ku të zhvendosesh, që gjesh instrumentin e duhur ku të fokusohesh, pra që është diçka e përhershme që të përmirësojë jetën tënde. Dhe prandaj kur themi rrugtimi është nga jashta tek brenda, sepse ajo që është brenda nesh është gjithmonë brenda nesh. E kuptoj Bergadas. Unë dua të di pak nga e jotja, pasi kur kemi diskutuar dhe kemi ndarë historinë tënde, nuk e kemi prekur të pikërisht të pjesë e cila është shumë e rëndësishme. Si ka ndihmuar kjo praktika përmirësimin dhe transformimin për ty? Kur e shoh jetën time përpara, po themi, ka qenë një jetë normale, por nuk kanë qenë i vetëdijshëm. Pastaj kur zgjuan dëshira për të ndryshuar, sepse shifja jetën që isha duke jetuar dhe nuk isha i kënaqur, i plotësuar, dhe pastaj kuptova, diçka ka nevojë të ndryshoje. Dhe pastaj natyrshëm ti fillon edhe edhe bësh i vetëdijshëm më tepër se çfarë vërtet ka nevojë të ndryshojë brenda te. Dhe pastaj fillon me praktikat e tjera, dhe të gjitha të kthehen për të bërë të vetëdijshëm se si ti funksionon së brendshmi. Pra si mendon, si merr vendime, çfarë konsideron të rëndësishme, çfarë bën për të arritur ato çfarë konsideron të rëndësishme, pra të duhet të organizohesh së brendshmi. Ndryshe nga më përpara po themi, nesër e kam një plan, po si do që të shkoje, pra nuk e din, është si që kam përmendur si një anije, jemi zdetit, sillesh sa ndej këtej, po në vërtet nuk arrin që të shkosh në një shtet që ti do të shkosh. Pra dhe pastaj kur fillon edhe organizon, nëpërmjet praktikave, nëpërmjet lexuarit, studiuarit, mendja fillon edhe ndryshon, transformohet, organizohet. Por lidhje me atë që the, gjithmonë ka tendenca, Flavia, që të zhvendosin. Pra sepse ne kemi një stil të vjetër që mënyrat se si jemi mësuar të jetojmë. Po themi, nëse unë kam pirë cigaren, gjithmonë është një pjesë brenda meje, po themi kur ndjehemi vetmuar, ndoshta marr thjesht si shembull, dhe e shoh që momente që unë ndjesha i vetmuar, pija cigare, tani mund të vijë, pra nëse unë ndjej vetmi një moment saktuar, mund të vijë e bëshme, sepse lidhet me memorin e shkuar. Ndoshta do të kem një cigare, tani nuk e pim cigaren, por që në sensin tani si ta zhvendosësh këtë gjë, ndoshta fillon edhe kuptoj, po ndoshta duhet ta zëvendësoj duke dalë një shëtitje në natyrë. Pra gjithmonë ke tendenca që mendja mundohet të zhvendosi, dhe prandaj rruga shpirtërore nuk është e lehtë, dhe është për gjithkënd, po të flas jo gjithkënd është gjendje të eci, sepse mendja sfidohet vazhdimisht. Pra mendja do të shkojë tek natyra e saj e vjetër që është orientuar tek e jashtmja, për shkak sepse jashtmja na jep kënaqësitë, Flavia, menjëherë. Po themi ti del e blen akullor dhe e shijon menjëherë, ndoshta në rrugën shpirtërore ti duhet të punosh shumë dhe pastaj benefitet do t'i shohësh më vonë. Dhe kjo është, pra në rrugën shpirtërore, dhe po them eksaktësisht për mua është një punë që ty duhet eksaktësisht çfarë ti the kur i referove guruxhis, që duhet ta vëzhgosh çdo moment ditës tënde. Pra nuk është punova sot me mendin dhe nesër do jetë jo, të duhet vazhdimisht derisa ta kontrollosh atë. Dhe pastaj jeta
ndryshon, dhe është diçka e qëndrueshme, ajo çfarë ti arrin. Unë bargadas kam dëshirë që të ndaj me fjalë shumë të thjeshta një histori që Guruxhia ka ndarë në një nga satsangjet e tij në vitin 2005 në fakt. Ajo është një histori shumë e shkurtër dhe shumë e thjeshtë dhe tregon që ishte një herë një guru dhe ai po ece me disa prej dishepujve të tij. Dhe po eci në natyrë dhe befas shohin një fushë të madhe e cila ishte e mbushur me trëndafila. Ta i ndalon shumë i surprizuar edhe thotë që look, shikoni sa bukur që është këtu. Dhe ishte i mrekulluar ndërkohë. Dhe ata dishepujt e tij filluan duke parë rreth për qark. Dhe nuk po kuptonin se kujt po i referoi në veçanti. Dhe i kthehet dhe i thotë në një moment nuk po e kuptoni vërtet. Shikoni si sa bukur qëndrojnë trëndafilat. Ata janë krejtësisht të pavarur, pa asnjë mendim dhe shpresë për të ardhmen dhe pa asnjë se po më vjen edhe fjala tani në këtë moment dhe pa asnjë pendes për të shkuarën. Janë duke jetuar jetën e tyre të plot dhe po lëshojnë aromën e tyre pa pritur asnjë gjë dhe pa asnjë motiv të veçantë. Dhe pikërisht duhet të ndalojmë dhe të shohim që edhe nga gjërat shumë të thjeshta, qoftë edhe nga një trëndafil, njerëzit mund të mësojnë shumë më shumë se sa kaq. Eksakt, dhe prandaj gjithmonë na thotë Guruxhia biles para pak ditësh e ke dëgjuar kur tha që është shumë e rëndësishme që të lidheni me natyrën, që të dilni të ecni, bëni pra sepse natyra është mësuesi më i mirë që mundet na mësoj, pra të na kthejë tek natyra jonë origjinale. Rruga ime shpirtërore në natyrë ka filluar, kështu që e kuptoj shumë mirë dhe besoj që është një nga... Edhe për mua të thënë drejt. Po, edhe për ty se di disa histori të tua të Bargadas normale, kështu që... Ndoshta më vonë, si janë shumë. Bargadas, unë të ta mbyllja me diçka shumë të thjeshtë dhe nuk e di nëse kjo ka mundësi për të vazhduar në një temë tjetër që neve të ndajmë së shpejti. Nëse mendja ndalon krejtësisht, çfarë mbetet? Guruxhia thotë gjithmonë që mendja nuk mund të shkosh sepse dëgjohet shumë herë të shkosh nivelin pa mendje. Mendja është gjithmonë aty, por mendja transformohet. Pra mendja nga po themi e përdojmë shumë herë, nga kafshërore ose instiktive arrin të transformohet edhe të bëhet hynore. Pra dhe prandaj gjithë rrugtimi është ta bëjmë mendjen hynore dhe eksaktësisht është ajo çfarë them me historinë, kur mendja bëhet hynore, atëherë gjithçka është perfekt ashtu siç vetë natyra, siç vetë Zoti ka krijuar gjithçka. Pra nuk ka dyshim ose tendencën për të ndryshuar më gjërat, sepse është arritur ajo që duhet. Bargadas, shumë faleminderit. Kjo ishte një nga temat më interesante, po ka aq shumë për të diskutuar, ne prekëm vetëm pak. Do të jemi shumë shpejt me juve për të ndarë edhe më gjatë. Çegurde edhe natën e mirë, Bargadas. Çegurde.